Përshëndetje të gjithëve. Sot në mbledhjen e fundit për këtë sezon të Këshillit të Ministrave, u miratuan disa akte për Ministrinë e Mbrojtjes PSC, ndërta janë ndryshimit e ligjit për të vëshëm për të vjuar procedurar për disa nga kompanitë dhe të gjitha ndërmarrjet e përbashkëta që ne kemi në fushën e industrisë së mbrojtjes lidhur me ligjin për të vëshëm, lidhur me angazhimin e tyre konkret në cilën e teknologjisë fjalës fundit për këtë industri në Republikën e Shqipërisë. Ky lehtësim është i jashtëzakonshëm për sa i përket zhvillimit të mëtejshëm, angazhimit dhe ngritjen e këtyre fabrikave, këtyre kompanive në Republikën e Shqipërisë për prodhimin e mjeteve dhe pajisjeve ushtarake, duke garantuar kështu që prodhimi për forcat armatosura dhe forcat e sigurisë është në Republikën e Shqipërisë në kohë reale dhe ajo dorëzohet në një mënyrë shumë shpejt. Shumë shpejt në ditët e ardhshme do të kemi edhe një event tjetër ku do bëhet me dije edhe se sa shpejt këto mjete prodhohen, kur ato prodhohen në Republikën e Shqipërisë dhe sa efektive janë kur këto prodhime ndodhin në Shqipëri. E dyta miratuar edhe projekt akti ligjor për të vajtë në kuvend për miratimin e misionit tonë në Gaza, në përputhje edhe me mandatin e Këshillit të Sigurimit dhe forcës ndërkombëtare stabilizuese. Republika e Shqipërisë do të ketë një përfaqësi në Gaza, duke filluar fillimisht me 4 oficerë shtabi. Kemi bërë edhe në intervistat e tjera dhe në daljet e tjera publike që ky do të jetë angazhimi i Republikës së Shqipërisë dhe me vajtjen e këtyre 4 oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuese do vlerësohet më pas edhe kush do të jetë niveli konkret i trupave që do të dërgohen në Gaza, duke përfshirë këtu edhe vendodhjen konkrete ku këto trupa do të dislokohen. Tjetër është edhe miratimi i projektaktit për mbylljen e kantierit vjetër të Kënaras, i cili do të vetë në dispozicion të shoqërisë Finkantieri. Edhe ky akt i hap rrugën zhvillimit të atij kantieri detar që ka prodhuar tashmë anije në Republikën e Shqipërisë për zhvillimin e një bashkëpunimi tregtar të jashtëzakonshëm me shoqëri më të madhe në më të mëdha në botë për prodhimin e anijeve që shoqëria Finkantieri bashkë me shoqërinë Kajo në këtë bashkim të ri para për këtë JV të re të prodhohen anije deri në 82 metra, që është një hap i jashtëzakonshëm sa i përket vetëm kapaciteteve prodhuese, por edhe kapaciteteve teknologjike në Republikën e Shqipërisë. Ai ka të shndrohet i tërë dhe do të adaptohet për prodhimin e anijeve në këtyre përmasave. Është një vlerë shtuar për jo vetëm për sigurinë kombëtare, por edhe për prodhimin teknologjik dhe për vendet e punës edhe për know-how që vjen në Republikën e Shqipërisë. Tjetra lidhet me mbajtjen e fjalës nga premtimit të kryeministrit të publikisht në lidhje me shpërblime për forcat armatosura dhe të gjitha forcat e angazhuara në situatën e zjarreve. Sot është miratuar vendimi i Këshillit të Ministrave, i cili autorizon njësitë e pushtetit vendor që të japin shpërblime për zjarrfisat që janë pranë tyre dhe gjithashtu kanë miratuar edhe shpërblimet për gjitha trupat dhe të gjithë forcat që ndodhen në forcat armatosura në aparatin e Ministrisë së Mbrojtjes që janë angazhuar tashmë për situatën e zjarreve. Situata e zjarreve si vjet është menaxhuar në mënyrë shumë të mirë, jemi shumë krenar për punën që të gjithë aktorët dhe faktorët kanë zhvilluar menaxhimin e zjarreve. Kemi mbi 27 vatra masive zjarre që janë mitiguar dhe janë shuar në Republikën e Shqipërisë, duke filluar nga Firi, Idriza, nga Fusharsi, nga Kurbini, nga Lezhë e tjerë me radhë, ku janë mbi 1380 forca që deri aktualisht janë angazhuar në shuar në këtyre zjarreve, mitigimin e këtyre zjarreve. Kapacitetet si asnjëherë tjetër, si asnjë vit tjetër kanë qenë operacionale, pata dhe ndaljen e fundit kryeministrit, mjetet, zjarrfikset, flota e helikopterëve që është në dispozicion për shuar në këtyre zjarreve, janë mbi 90 mjete që kanë qenë aktive, janë mbi 5 helikopterë që janë aktiv për shuar në këtyre zjarreve. Deri tani, fal koordinimit shumë të mirë dhe fal përgatitjes shumë të mirë edhe të gjithë angazhimin e njësive të pushtetit vendor, prefektëve apo forcave të armatosura nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile janë shuar dhe mitiguar shumë nga rastet e emergjente që kanë qenë në Republikën e Shqipërisë. Aktualisht kemi një situatë zjarri në Dajt, janë mbi 120 forca që aktualisht po punojnë për shuarin e këtij zjarri, pa llogaritur këtu angazhimin që janë edhe nga pushteti vendor. Janë 2 helikopterë që aktualisht po zhvillojnë pjesën e shuaris së zjarreve edhe nga ajri. Besoj dhe jemi bindur që ky shpërblim shkon në vendin e duhur, shpërblim i merituar për njerëzit e punës, për ata që janë vit parë frontit që përballen me zjarret dhe që garantojnë që situata të jetë nën kontroll dhe menaxhuar dhe që e gjithë pjesa e biznesit, jetës së qytetarëve është e sigurt për sa kohë këta njerëz janë vit parë frontit. Ky shpërblim është shpërblim i merituar. Qeveria i jep gjithë atyre të cilët përballen drejt për drejt me zjarret, përballen vit parë të frontit të gjithë emergjencave kudo në Republikën e Shqipërisë. Dhe e fundit lidhet edhe me një akt i cili lidhet me misionin tonë Letoni. Këto janë kryesisht akte që janë kaluar sot për Ministrinë e Mbrojtjes. Faleminderit për pyetjet pastaj.
Greta Bullari, televizioni Klan News. Zoti Ministër, marrëveshja direkte e HUAS mes Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë kryefjalë e diskutimeve ditët e fundit. Ndaj doja t'ju pyes nëse mund të ndani më shumë informacion së pari kur është iniciuar kjo marrëveshje, e dyta në çfarë faze ndodhet aktualisht dhe a ka lidhje kjo marrëveshje me përgatitjet që Shqipëria po bën në kuadër të pritjes së samitit të radhës të NATO-s apo për detyrime të tjera karshi aleancës? Faleminderit. Në lidhje me marrëveshjen e fundit e FMF, së pari duhet të sqaroj që marrëveshjet e FMF nuk kanë filluar specifikisht këtë vit, nuk e kanë për këto marrëveshje specifike, por e kanë për historinë e marrëveshjeve FMF që nga vendosja e Shteteve e Marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri përpara kësaj marrëveshje ne kemi rreth 196 milion dollar që janë të angazhuar nga qeveria e Shtetit e Bashkuara për programin FMF për Republikën e Shqipërisë. Janë shumë mjete që janë dhuruar Republikës së Shqipërisë, janë përfituar Republikën e Shqipërisë, kanë ardhur Republikën e Shqipërisë. Këto mjete specifikisht dhe kjo marrëveshje specifike është marrëveshje më e fundit në programin FMF, është angazhuar në këtë vit, lidhet me marrjen e disa mjeteve, pajisjeve dhe sistemeve që i duhen forcave të armatosura. Nëse përgjigjja është a duhet për samitin janë tjera sisteme që duhen, nëse pyetja është a lidhin ky program FMF me kapacitetet e forcave armatosura, patjetër ato kapacitete janë kërkuara me vite, por është aplikimi për to dhe angazhimi për to është bërë si vjet dhe vetëm fakti që një marrëveshje e cila për herë të parë mbas pothuajse 30 vjeç është më e madhe se sa ka qenë totali i financimeve të përfituara nga Shtetet e Bashkuara, pra është 302 milion dollar nga 196 që ka qenë gjithsej, tregon jo vetëm mbështetjen politike, edhe kur them mbështetje politike kanë për qeverinë shqiptare, kanë për shtetin shqiptar, për sigurinë e Republikës së Shqipërisë dhe nëse pyetja është a lidhet me samitin, po lidhet me samitin, po jo me samitin që do vinë në Tiranë. Lidhet me angazhimin e samitit të Hagës. Dhe këto shpenzime ushtarake kanë thënë dhe i them, nuk lidhen vetëm me Republikën e Shqipërisë apo vetëm specifikisht me qasjen që ne kemi në Ministrinë e Mbrojtjes. Lidhen me të gjitha shtetet e aleancës, janë të gjitha shtetet e aleancës të cilët kanë pas një qasje apo një trajektore standarde në lidhje me mbrojtjen që nga samiti i Hagës është vendosur rritja e shpenzimeve për të kapur në vitin 2085 atë që quhet angazhimi i Hagës 3.5% shpenzime që janë të lidhura vetëm me mbrojtjen dhe 1.5% që janë të lidhura rreth mbrojtjes, që mund të jenë siguri kibernetike, infrastrukturë kritike e tjerë. Në këto shpenzime, ne kemi atë që quhet shtegu i besueshëm i shpenzimeve, fillojmë si vjet me 2.2% të GDP-s vetëm për shpenzime që janë të mbrojtjes dhe patjetër që kjo kredi jo vetëm që është financiarisht një ndihmë për qeverinë shqiptare për përmbushjen e këtyre kapaciteteve në forcat armatosura, por është edhe patjetër një miratim që lidhet me transferim teknologjik në Republikën e Shqipërisë. Ne nuk po bëjmë mjete të përdoruara, po bëjmë mjete të reja, teknologji të fjalës fundit që lidhet me mbrojtjen dhe kjo është edhe një mbështetje politike për Republikën e Shqipërisë, për atë që ne jemi në Ballkanin Perëndimor, për atë që ne jemi në NATO, për pozicionin që qeveria shqiptare ka të qartë krah aleancës dhe siç tashmë është edhe e ditur publikisht qeveria shqiptare ka në politikën e saj të jashtme pothuajse të gjitha politikat e saj të mbështetura pikërisht në vlerat e aleancës dhe ato që janë qëndrimet e përbashkëta të aleancës. Ky program FMF në këtë mas bëhet për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, pra në këtë mas 302 milion dhe është një rritje jashtëzakonshme e kapaciteteve të luftimit, të sistemeve, të kapaciteteve në Republikën e Shqipërisë dhe angazhimi vetëm brenda këtij viti, nga aplikimi deri tek miratimi tregon edhe një herë atë që është mbështetja e qartë për qeverinë shqiptare, për Republikën e Shqipërisë dhe për mbrojtjen dhe për sigurinë në këtë rajon. Mola Luku nga Vision Plus. Zoti Ministër, vetëm një ditë më parë, Partia Demokratike ka dërguar në gjykatën kushtetuese pikërisht këtë marrëveshje huaje me SBA-n. A keni një koment ju lidhur me këtë çështje, pasi pretendimet e tyre janë se është votuar në shkelje të kushtetutës? Unë nuk besoj që është votuar në shkelje të kushtetutës, përkundrazi. Unë besoj që qëndrimet e Partisë Demokratike janë totalisht të papranueshme për sa më përket mua dhe Ministrisë së Mbrojtjes në raport me këtë marrëveshje. E kam thonë edhe ditë në parlament, pavarësisht se seancat e mbledhura të mbyllura, siguria kombëtare nuk është çështje debati politik. Edhe unë di edhe në të kaluar qendrimet e Partisë Demokratike për këtë pikë kanë qenë shumë edhe të dy palëve, mund të qenë shumë bashkëpunuese. Në këtë rast, ky nuk është një sinjal i mirë, përkundrazi, mendoj që të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kur vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krah politike dhe sidomos kur vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshja që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krah politik. Fakti që kjo marrëveshje atakohet, për mendimin tim, është e papranueshme, është
gabim politikisht edhe mesazhe dhe sinjale që çojmë më shumë i gabuar. Ju a thash programi FMF nuk është vetëm çështje financimi, është edhe çështje transferimi teknologjik, e cila do vullnet politik. Ka shtete që dëshirojnë të marrin teknologji të caktuar, të cilat po si merrtoi Kongresin në Amerikë nuk i marrin dot, edhe pse mund të kenë paratë të financojnë. Prandaj kur vjen puna tek marrëveshjet e mbrojtjes, kur vjen puna tek marrëveshjet e sigurisë, kur vjen puna tek përfitimi i pajisjeve mjeteve ushtarake, teknologjike ushtarake, nuk është vetëm çështje parash, edhe çështje vullneti politik, është çështje edhe sa i besueshëm je Selat, është çështje sa i sigurt jam unë me ty Selat që ti të kesh një teknologji që e prodhon. Marrëdhënia jonë me Shtetet e Bashkuara sot tregon që Shqipëria është një lart e besueshëm, është një lart i qëndrueshëm, është një lart i cili është krah aleancës shpirtërisht, mendërisht, politikisht, ideologjikisht, qëndrojmë të bindur në vlerat dhe parimet që ne bashkë ndajmë. Razila Myslimaj nga Report Televizion. Zoti Ministër, përqendruar sërish tek marrëveshja, pasi ka shumë pak detaje publike, do donim të dinim sa është interesi i kësaj huaje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Falenderoj për pyetjen. Kjo pyetje lidhet specifikisht me Ministrinë e Financave, po ajo që unë di të them është që për shkak të natyrës së marrëveshjes, detajet të kësaj natyre janë konfidenciale. Dhe kjo lidhet me faktin që zyra që menaxhon të tilla programe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka parakusht që të gjitha të dhënat që lidhen me miratimin e kredisë, me kushtet financiare apo me detajet specifike ushtarake mos bëhen publike. Unë e kuptoj edhe jam plotësisht dakord që në Republikën e Shqipërisë shumica gjëra gjithë bëhen transparente, bëhen publike, të gjithë dinë gjithçka, kur jep punat e mbrojtjes dhe siguria, duhet të kuptojmë që janë disa gjëra që nuk mund të jenë publike dhe lidhen me detaje që lidhen me sigurinë kombëtare, lidhen me kapacitetet, lidhen me çfarë lloj mesazhin e çojmë duke bërë ditur ndoshta kapacitetin që ne kemi në Republikë. Nuk është praktik, nuk është gjë që ndodh në asnjë vend që të bëhen të ditura detaje. Kjo nuk është për mungesë transparence, kushdo që ka një interes të ligjshëm, duke plotësuar deklaratën e konfidencialitetit, duke pasur një certifikat sigurie, duke marrë përsipër mbi veten e vet, që nëse divulgon informacionin do përballet me pasojë ligjore. Pra kushdo që i plotëson të gjitha këto kushte njëkohësisht patjetër që mund ta marrë informacionin brenda asaj që është e pranueshme dhe brenda asaj që ne kemi rënë dakord edhe me palën amerikane. Marrëveshja është shumë e thjeshtë, financimi i Shtetit e Bashkuara për blerjen e pajisjeve sistemeve teknologjike apo ushtarake që lidhen me Ministrinë e Mbrojtjes, ajo pagesë shkon përmes Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Mbrojtjes tek prodhuesit e sistemeve dhe këtu mbyllet historia. Nuk ka asnjë cikël, është krejt transparente, është krejt e pastë, krejt e qartë. Detajet apo fakti që ato nuk bëhen publike lidhen me çështjet e sigurisë kombëtare dhe kjo nuk është vetëm për të kaluar rrallën, por kjo është fakti. Edhe kjo është e zakonshme dhe e kuptueshme në gjitha vendet e botës. Klajdi Bodë, Syri Televizion. Ju, zoti ministër, thatë që për ju është e papranueshme ky qëndrim, është i papranueshëm ky qëndrim i Partisë Demokratike, po si ministër i qeverisë dhe si jurist, është për ju e pranueshme që neni 83 i Kushtetutës të shkelet për të miratuar një marrëveshje qoftë kjo dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nëse gjykata kushtetuese do vendosë që procedura e kësaj marrëveshje, një lloj si rregullore e kuvendit, është e palishme, çfarë procedure do ndjek qeveria? Do të vijojë të respektojë vendimin e kushtetueses dhe çfarë i kushtonte që ajo marrëveshje të miratohej nesër? Dhe pyetja e dytë. Se më ke bërë disa pyetje bashkë? Po. Dhe pyetja e dytë. Kjo marrëveshje midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo huaja, do të monitorohet nga partnerët amerikanë, duke parë se Shqipëria ka marrë gjithmonë grante hua, siç janë ato fondet e IPARD-it, dhe më pas është abuzuar dhe kanë shkuar në vende të tjera. Paktën duke qenë se detajet e tjera nuk i themi. Partnerët amerikanë do ta mbikëqyrin se si përdore to lekë? Faleminderit për pyetjet. E para, unë si jurist nuk besoj që është shkelje kushtetutës, dhe kjo është qëndrimi im. Besoj që mënyra se si është rënë dakord, dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament, ky projekt është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisioneve, qoftë Komisioni i Sigurisë, qoftë Komisioni i Ekonomisë, kanë pas mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. Marrëveshja është e thjeshtë, marrëveshja nuk është shumë e komplikuar apo e vështirë për ta kuptuar. I është dhënë koha e mjaftueshme nga grupi parlament, nga Kuvendi i Republikës, mbas miratimit procedurës për shpejtuar për miratimin e tij, që të shfrytojë, të lexojë, të bëjë me dije deputetëve të Kuvendit të Republikës. Dhe ajo marrëveshje që është lexuar ditë, do ishte e njëjta marrëveshje që lexojë edhe po të kalojë ajo afati që pretendon Partia Demokratike. Nuk do ndryshon. Marrëveshja është ajo që është, nuk ndryshon. Dhe për të dhënë përgjigje të pyetjes dytë, patjetër që marrëveshja monitorohet rreptësisht nga palë amerikan. E thash dhe i them, bëhet fjalë për transferim teknologjik. Transferimi teknologjik, kur ty të vjen një pajisje, nuk është si një armë zjarri e thjeshtë që gjuh një plumb dhe mbaron.
bëhet fjalë për teknologji. Dhe kur vjen puna për teknologji, bëhet fjalë për supremaci teknologjike dhe ushtarake. Dhe nuk ka mundësi dhe nuk ka asnjë shans që kjo marrëveshje vetëm të mos monitorohet, po mos jetë gjithë kohës në mbikëqyrjen e palës amerikane qindark për qindark, deri në zarimin e saj plot në përputhje me ato gjëra që ne kemi kërkuar të marrim nga pala amerikane. Nuk do. Sa i përket zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese, unë nuk di që Partia Socialiste apo qeveria shqiptare të ketë një vendim gjykatës kushtetuese që nuk e zbaton. Unë nuk kam informacion. Por ne bindem që gjykata kushtetuese do të shikojë arsyen, do të shikojë faktin, do të shikojë atë që kjo marrëveshje është, kjo nuk është një marrëveshje e zakonshme, kjo nuk është një ligj i zakonshëm, kjo nuk është një procedurë e zakonshme, bëhet fjalë për sigurinë kombëtare, bëhet fjalë për angazhime që lidhet me mbrojtjen e vendit dhe e them dhe rithëm. Nuk ka politik të asnjë krau politik që lidhet me çështjet që lidhen me sigurinë kombëtare, nuk duhet të diskutojmë. Pra ne them është e papranueshme dhe e them moralisht dhe e them qëndrimin tim personal që kur vjen puna te siguria kombëtare të dy krahët e parlamentit do të jenë unifikuar. Dhe sidomos kur flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është një partner ose do. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Sapo miratuam 3 vendime të rëndësishme të propozuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Vendimi i parë është historik dhe ka të bëjë dhe me një sfidën time personale. Shqipëria për herë të parë do të ketë një institut kombëtar të tumoreve. Një institut kombëtar të tumoreve sipas modeleve europiane, kemi marrë si shembull modelin e Institutit Kombëtar të Tumoreve të Milanos. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri. Kjo fushë e fundi kërkimore shkencore sjell dyrisi në vetvete. Brenda kësaj fushe do të ngrihet njësia e studimeve klinike, ajo që quhet gjithmonë Clinical Trials Unit në çdo vend të botës, dhe kjo ka një rëndësi të veçantë, sepse mundson që pacientët shqiptar të bëhen pjesë e studimeve klinike ndërkombëtare. Pra, akses në barna inovatore, në studime inovatore. Sjell një rëndësi të dytë, pjesa kërkimore shkencore, sepse duke qenë se instituti do të jetë pjesë e rrjetit europian, organizatës europiane të qendrave shkencore onkologjike, do të kemi mundësi që të përfitojmë fonde europiane për inovacion, si në barna, po ashtu edhe në teknologji. Në të njëjtën kohë, instituti do të shërbejë si bërtham për koordinimin e punës të rrjetit onkologjik kombëtar të punkteve të kimioterapisë. Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë. Ky vendimi marrë sot miraton bazën ligjore të krijimit të institutit, po nis puna për ndërtimin e strukturës dhe funksionimin e këtij instituti. Unë dua të shpreh falenderimet dhe mirënjohjen më të thellë për të gjithë kolegët Ministrisë së Shëndetësisë, Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, shërbimin e onkologjisë dhe jo vetëm, mjekët tanë të diasporës që kanë luajtur një rol kyç në këtë iniciativë, por gjithashtu dhe partnerin ton italian. Sot morëm të 2 vendime të tjera, njëri prej tyre në fushën e parandalimit. Një fushë etike, siç e kuptoni, për të gjithë qytetarët shqiptar. Këto vendime sjellin dy risi. Për herë të parë, hiqet tavani moshor për shërbimin e check-upit, do me thënë çdo qytetar në moshën 35 vjeç e sipër, i ofrohet check-upi falas. Për herë të parë, qytetarët të moshuar mbi moshën 70 vjeç
do t'ju ofrohet nga shtatori shërbimi i check-upit. Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e parandalimit. Gjithashtu, shërbimi i check-upit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti. Më vjen mirë që sot po jap 3 lajme shumë të mira, janë 3 vendime që besoj ndikojnë në mënyrë direkte me një impakt shumë të thellë në jetën e qytetarëve, si në fushën e trajtimit, por gjithashtu edhe në fushën e parandalimit. Ju falenderoj për vëmendjen dhe jam e hapur për pyetje që mund të keni. Zonja Ministre, pyetja ime shkon për vendimin e parë që që është marrë sot në Këshillin e Ministrave, sa i takon sektorit shëndetësisë për ngritjen e institutit të tumoreve. Sa do t'i kushtoj ngritja e këtij instituti Shqipërisë? Ku do t'jetë kjo strukturë dhe a do të shërbej kjo hapësirë e re në sistemin shëndetësor për të përthithur bluzat e bardha profesionistë në fushën e shëndetësisë dhe specifikisht në fushën e tumoreve të onkologjisë për t'i rekrutuar, për t'i sjellë dhe për të punuar sërish në vendin e tyre. Ndoshta jo vetëm shqiptar, po edhe profesionistë huaj. Atëre, pyetja juaj ka 2 pjesë, kështu më lejoni të adresoj të 2 pjesët. Një pjesë është e lidhur me si do të funksionojë instituti, si qendër, dhe pjesa e dytë është me thithjen e diasporës shqiptare. Atëre, fillojmë me pjesën e parë. Instituti do të qëndrojë atje ku është fizikisht në shërbimi onkologjisë. Sigurisht ne kemi plane për të vazhduar më tej, për të rikonstruktuar, për të zgjeruar dhe do t'ju mbajmë të mirë informuar. Si institut kërkimor shkencor është e parë, prandaj do ketë përveç buxhetit të alokuar si pjesë e funksionimit të institutit siç funksiononte edhe tani si pjesë e QSUT-s, ka një buxhet shtesë nga buxheti i shtetit për pjesën kërkimore shkencore. Por gjithashtu, instituti në vetvete jep mundësinë që Shqipëria nëpërmjet instituti të aplikojë për fondet europiane me partner europian ose vetë si Shqipëri, për të përfituar këto fonde në mënyrë kompetitive. Jo vetëm për bara, por edhe për teknologji të avancuar. Në të njëjtën kohë, duke qenë pjesë e një rjeti, siç e theksova edhe më parë, të europian të qendrave onkologjike, kjo do japi mundësinë që në Shqipëri të zhvillohen edhe studime klinike që krijojnë mundësinë e banave inovatore për pacientët. Pjesa e dytë e pyetjes tuaj ka të bëjë me diasporën. Mënyrën se si unë ose si politik e kemi adresuar diasporën është me 2 këndvështrime dhe këtë e kam shumë të rëndësishme që ta kuptojnë dhe të gjithë qytetarët. Këndvështrimi i parë është që diaspora mund të kontribuojë nga kudo që është, si brenda Shqipërisë, po edhe në distancë. Dhe shembulli më i mirë aktualisht i kontributit të diasporës shqiptare është puna e palodhur e mjekëve të diasporës onkolog në Institutin e Tumoreve Milanos, që i falenderoj për herë të dytë publikisht sepse kanë qenë partner të shkëlqyer. Jo vetëm kaq, por ne kemi ngritur dhe një platformë aplikimi e dedikuar për diasporën, që mjekët që duan të kthehen fizikisht dhe të kontribuojnë në Shqipëri, të kenë një proces aplikimi që është i dedikuar për ta dhe po e vlerësojmë. Sigurisht do t'ju mbajmë në dieni për zhvillimet e mëtejshme që kemi. Prandaj në 2 mënyra se kemi adresuar diasporën. Faleminderit. Okej. Faleminderit juve, ditë të mbar.